Prej disa ditësh kanë nisur dhe po vijojnë me intensitet punimet për rehabilitimin e shkarkuesit në rezervuarin e Kasharajt. Kjo ndërhyrje komplekse është një rëndësie të veçantë për menaxhimin e sigurt të prurjeve ujore dhe mbrojtjen e zonave përreth nga përmbytjet. Projekti parashikon rehabilitimin e kanalit në dalje të shkarkuesit fundor të rezervuarit, rekonstruksionin e kanalit ujitës që nis nga dalja e ulëshuesit deri në lidhjen me përrojën e Lushnjës, mbi ngritjen e pusetës së hyrjes në rezervuarin e Kasharajt për të garantuar funksionimin optimal në kushte atmosferike të ndryshme. Ky rehabilitim pritet të rrisë sigurinë hidroteknike të rezervuarit dhe të përmirësojë shpërndarjen e ujit për vaditje në sezonin bujqësor. Banorët e zonës e kanë mirëpritur ndërhyrjen, duke e cilësuar të vonuar për shumë të nevojshme. Ky rezervuar ka një rol të rëndësishëm në furnizimin me ujë të tokave bujqësore përreth. Punimet pritet të përfundojnë brenda afateve të përcaktuara, duke garantuar efikasitet dhe cilësi. Ky investim është pjesë e angazhimeve për përmirësimin e infrastrukturës ujore dhe përmirësimin e shërbimeve për komunitetin bujqësor në zonë.